Në vend të numrit të prekurve nga anemia gjithnjë më shumë po vjen në rritje. Sipas një raporti të publikuar së fundmi nga UNICEF, 1 në 4 gra në Shqipëri të moshës 15 deri në 49 vjeçe janë anemike, si pasojë e mungesës së hekurit. Sipas mjekëve, fëmijët e vegjël dhe nënat e reja janë më të riskuara për të prekur nga anemia, e cila manifestohet me dhimbje koke, lodhje të pajustifikuara apo humbje të përqendrimit. Ka pafuqi për të lëvizur, për të vrapuar, për të përqendruar, sepse edhe mungesa e përqendrimit është një shfaqje e anemisë. Ne këtë e vëmë re tek fëmijët e vegjël, tek fëmijët e moshës shkollore, të cilët janë në periudhë rritje, por edhe tek vajzat e reja, tek nënat e reja, sepse ato kanë një cikël menstrual të rregullt, pra humbasin gjak. Tek meshkujt kryesisht anemia është më e rrallë, por kufizimet e marrjes lëndëve produkteve ushqimore të nevojshme bëjnë mashkullin anemik dhe patjetër dëmtimet e stomakut. Mjekja hematologe në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, Manika Kreka, ngren shqetësimin e mbajtjes së dietës të vajzat në moshën e adoleshencës, pasi kufizimi i ushqimeve rrit shanset e anemisë. Trajtimi i anemisë bëhet nëpërmjet mjekimit nga specialistët e shëndetit, por rol kyç luan edhe ushqyerja e shëndetshme, si produktet e pasura me hekur. Ne vëmë re tek vajzat e reja, tek studentët, tek vajzat e shkollës, të cilët priren për të bërë kufizime në dietë, pra për të mos marrë lëndët e nevojshme të cilat ndihmojnë në sintezën e mirë të hemoglobinës, kufizohen në përdorimin e ushqimeve të cilat nuk janë të shëndetshme, pra ushqime të fast foodet, nuk marrin mishin, i duket mishi si një armik, në fakt mishi ka një vlera shumë të mira proteinike, por edhe të përmbajtjes në hekur, peshku, perimet, agrumet, gjithçka, farat, frutat e thata, të gjitha duhet jenë të pranishme në dietën e individit. Për të matur sasinë e hekurit mjafton një analizë e thjesht gjaku, ndaj mjekët apelojnë për të mos neglizhuar asnjë simptom. Pra, këshilla ime do ishte kryerja e një analize të thjesht gjaku, check-upi, përfshihet edhe në check-up një herë në vit për të gjithë popullatën. Sipas të dhënave globale, mesatarja e grave me anemi është 31%, teksa në Europën qendrore dhe lindore, kjo mesatare shkon në 21%. Vendi ynë nuk është i vetmi në botë që ka pësuar rritje të numrit të personave me anemi, pasi e njëjta ka ndodhur edhe me Malin e Zi, Maqedoninë, Kroacinë, Italinë, Greqinë apo Francën.